Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Pas shpërthimit të muzikës së rock'n'rollit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shekullin e kaluar, Kosova ishte ajo që po ndiqte pas. Madje me disa nga liritë të cilat ishin në ish Jugosllavi, muzika rock u bë një nga zhanret më të kërkuara tek ne. Në vitet e 70-ta, 80-ta dhe 90-ta patëm një shpërthim të kësaj muzike, e cila falë disa grupeve që ishin prezente, ajo bë sinonim i shpërthimit të mëvonshëm politik të Kosovës. Minatori është nga grupet legjendare të rock'n'rollin në Kosovë, e cila e bëri revolucion në muzikën argëtuese këtu tek ne. Parodit dhe fjalët me bisht ishin nga specialitetet e këtij grupi, i cili është histori në vete e rock'n'rollit në Kosovë. Vokalisti i saj Naser Gjinovci bashkë me gitaristi Mufail Limani e bën këtë grup të njihet mbar trevave shqiptare, por jo vetëm. Sonte kanë ftuar Naser Gjinovcin për të folur për Minatorin dhe historikun e saj, por edhe për nder të pensionimit të tij nga RTK-ja. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Naser. Mirëmbrëma, faleminderit për këto fjalë të këndshme. Ja që nis. Ja për Minatorin, ja për kë. Kishe vazhdu edhe pak. Po ta më janis me besu. S'ka. Por në fillim, ashtu si që do praktika emisionit të Arkivit, do të ndjekim disa nga këngët e juaja, të cilat ishin me tekstet jashtëzakonshme në atë kohë të viteve 80-ta, dhe pastaj do të kthehemi dhe vazhdojmë, do të fillojmë bisedën në fakt për grupin Minatori, por jo vetëm, edhe për historikun se si nisi gjithçka, por edhe karrierën tuaj prej vokalistit, por edhe si punëtori të RTK-s. Je sigurisht po e ndjekim kështu kronologjikisht të gjithë historikun e grupit, por edhe të juaj natyrisht. Atëherë shkojmë me materialin e parë, me disa prej këngëve të Minatorit dhe pastaj do të kthehemi për të filluar bisedën me Naser Gjinovcin, të cilën kam kënaqësinë që kam sonte në studio.
Një këngë të nxehtë për rreth uçkuri, për atë si zez o për një vash, kështu ke puna unë I thash. Qka të bëm qyrë si o kubet, se me t'grabit moj se kom jet. Sa her që po ti zhaj syt, shik pu mjet me tu avit. Mori molla me sherbet, qysh pilon kët muhabet. Mos e merr kët pun hajgare, se pa më marr moj nuk ki qare. Allah hile folen naj fjall, se me t'pej kreje dojnë me ndal. Fjallët e mija mos I merr me bisht, jam ka t'foli seriozisht. Moj fiznike oj davtysh, unë dhe ti ja bojmë dyqish. Për hieshi kusht më vjen te guni, edhe kofsha I zi m'lan sapuni. Mori molla me sherbet, qysh pilon kët muhabet. Mos e merr kët pun hajgare, se pa më marr moj nuk ki qare. Se po m'thu se jam easy, po shfaqet tua si molla shërbet vjet. Vetëm në to unë I shkreti mendoj, aman jonën ta kafshoj. Mori molla me sherbet, qysh pilon kët muhabet. Mos e merr kët pun hajgare, se pa më marr ty ben ki qare. Mori molla me sherbet, qysh pilon kët muhabet. Mos e merr kët pun hajgare, se pa më marr ty ben ki qare. Mori molla me sherbet, qysh pilon kët muhabet. Mos e merr kët pun hajgare, se pa më marr ty ben ki qare. Sa her më shikon moj drenush, bukuria jote më rret si kush. E të qënë këtë shifte di, e kap nis një këngë për ty. E vesh me hi e shi, do shtata të I mendjen ty. E hajde dali mo, moj shipe moni to. E hajde dali mo, ja tunë së bashku, se unë të dua sa
pjesën ta kam dhënë. Për folin që kemi jetë do me rëndë. Rrugës atë ti kur shkoje, vetla jote ka shqiponje. As mi do dërtaja i rak, syri keq kur mos të pak. Hajde dali do, moj shqipe moni do. Hajde dali do, tja kom së bashku do. Se unë të dua sa te utën, ty të dua sa la utën. Sa drenitën, sa rrugoven, po du jeve dhe krejt Kosovën. Atëherë të nderuar shikuesim rikthyer kështu pasi pa pjesën e parë për 3 këngëve të cilat ishin realizuar në vitet e 90-ta. Edhe natyrisht to janë në vitet e 90-ta apo më herët? 80-ta, në fund të 80-tave. Si pjesë e produksionit të fabrikës kasetave të radio televizionit Prishtinës. Domethënë që ato këngë që ka i pa, ato janë pjesë e RTP-s. Që janë incizuar në radio, si është? Po, në radio, po për fabrikën e kasetave, se këto janë kaseta. Ne kemi një privilegje, për shkak tirazhit madh, veç ne i kemi 2 audio kaseta atëherë, CD-ja s'ka pas, me produksionin muzikur të fabrikës kasetave të radio televizionit Prishtinës. Po të kthehemi, nasër tash së fundmi natyrisht dihet që e keni një karrierë të gjatë në muzikë dhe Minatorin, kush është që nuk e njeh Minatorin dhe këngët e saj, madje i din edhe fëmijët më të vegjël edhe përmendsh. Dhe si nisi krejt kjo karrierë juaja në muzikë? Po nisi dëshirë për muzikë, nuk e kemi pasën, nuk e kemi nisë muzikën, as nuk e kemi pasën atë ndjenë se muzika duhet me qenë një lazërim djallëshar, sikur që një pjesë e muzicientëve, mirë po kemi menu me thonë diçka përmes muzikës, me artikulu diçka përmes tekstit edhe përmes muzikës, edhe ka qenë kohë jo e këndshme, pe kontekstit kohor, mujna me thonë që është një knaqësi që kemi bo, mirë po shumë herë, na kemi qenë cenzurum, na kemi qenë deprimun në herë, kushtimisht me thonë, për shkak se kërë inqizon kongën edhe nuk lëshohet konga në televizion, në radio, po prap ka pas njerëz të mirë, prap ne kanë lënë një dritare mrapa shtëpisë që me hina mrenda. Kjo ketë për shkak teksteve? Teksteve, për shkak teksteve. Për shembull, paramendohet Molla me Shërbet u kualifiku si tekst pornografik, merr me men. Amanjonën ta kafshoje, kështu që apo dijone. Edhe kanë qenë tekste tjera, me vjetë qaj, me vjetë të shaj, domethënë po folje për çet periudhë, madje të dua sa Kosovën i lidhur jam me diktaturët, Mramin nuk e tha me plot kanë qenë tekste të cilat nuk e lëshueshme. Mirë po fundi i 80-tave, kur fillun ato protestat... Por megjithatë kishit mënyrë më të jashtëzakonshme kishit përdorur figura stilistike në këngët e juaja. Dhe ato një farë forme diheshin, ishin sinonim i diçkaje që e thuanit në këngë. Po, ka pas këto tekste edhe tjera nëse në kontinuitet që thatë edhe ju i ndëgjoni këngët, atëherë ka pasur shumë protestë dhe rebelizëm politik mrena teksteve. Tekstet kanë përmbajt se na kemi menu që ashtu duhet. Nuk kemi qenë njerëz më bo frajera, azgen, më bo trima, më bo patriota, po kemi menu se që nërë për fundit të 80-tave, atëherë kur filloja i jogurt revolucioni, ashtu që të fam keq, atëherë veç njerëzit e panë dhe njerëzit edhe zyrtarët, atëherë tani qatë shumë na kanë favorizu, se në esencë, nashta nuk e hupi, nuk e hupi modestin që po thonë qështu, po kanë po këta njerëz në esencë janë tundë.
Edhe atëre na deri në mbylljen e radio-televizionit të Prishtinës, atëre kemi qenë favorizuar, po një falendrimi përhershëm dhe i pafund është edhe prej njerëzve kompetent të ish Pallatit Kulturës, atëhere Bora Ramizi, edhe kemi pas kushtet e mira. Jam i sinqert, më thonë kemi hjekës kemi, ma shumë kemi hjekë për i cenzurës. Dhe u dufshë për shembull, nëse shkojshe me album, me audio kaset, aty ka qenë komisioni prej 13 njerëzve. U duft, nuk ka, një nënshkrim nuk u duft me munguar. Cili është përthimi më i madh që keni pas me njërë nga këngët në karrierën tuaj? Që në fakt, mbasi e keni publikuar, keni thënë, wow, tash... Ofis është një logjik kështu. Për me mujt me të vazhdu karriera. Rreziku më i madh është për hitit tënë që e bën. Se hiti ty të glabërën, të merët. Mirë po, ku është pojenta këtu? Po këngën, projektin pasus, këngën pasus e ti duhesh me e myt hitin para prak. Do më të mirë, më të mirë. Po, se për shembull se çaj hit ty të madje të përbin, edhe ti nëse bën diçka shumë ma keq, ata shpesh e përmeni muzicientat edhe artistat në përgjithësi janë beginner, gjithmonë janë fillestar. 100 albuma me bo, 100 vjet me bo muzik, ti je fillestar. Do të thotë se projektin tjetër është sikur më janis për fillimit. Nëse ke bo 9 albuma të mirë, 10 e bën keq, mirë, po diçka pa lidhje. E vërtet. Kështu që interesant jam, sepse do thotë kjo të fut të angazhohesh sa më shumë që ta nxjerrësh hitin tjetër. Nëse bëjnë një kronologji për shembull, këngë Joshe Rajo, dhe nëse edhe ka edhe këngë përpara, po hajde çepim marr, Joshe Rajo, atëherë ne kemi bë Idioti. Idioti ka qenë hit i madh, shumë. Çfarë viti ka qenë Idioti? 83 po më duket. Po. Edhe mirë po, tash Idioti e myt Joshe Rajo. E han atë këngë dhe okay, na pështoni. Mirë po tash Idiotin çka duhet me bë? Atëherë na me Zot Limoni e bojna Mihanen. Edhe Mihani ja u bë hit kështu që s'kena mujt kurz me dalë, qytet me dalë kemi mujt. Buk falisht. Atëherë popularitet jashtëzakonshëm. Po, atëherë çka me bë tek me bë? Hajde bojna Prishtina dhe Vukri. Prishtina fatkeqësisht ai tekst ka qenë tekst politik kështu. Ka qenë Vukri u mor si fenomen jo vetëm sportiv, po edhe si fenomen social që u konën krenarie jonë gjithçka dhe edhe Vukri, Prishtina, e ne bloku i 3 teksasi Vertimir, po cenzura ka hongër gjysën e tekstit. Tek nështë pjesën më të mirë tekstit e ka hongër, pak a shumë më në rru karakteri, edhe mirë po prap hongër. Mirë po çka me botash? Atëherë dul albumi. Edhe albumi Albumin e parë kur e kishit kena pas 86, 87. 86, mas shumë këngëve. Atëherë u duhet me i myt këto këngë para prake. Mihanën, qysh me myt atë këngë që 6 herë, 7 herë në koncerte në mbrëmje duke me këndu. Atëherë molla me shërbet. Mirë po, rreziku më i madh të një muzicien, të një artist, konkurenca nga konkurenca më falë e vetë-vetës. Vetë konga ju të mund me të bo konkurent. Tash ish albumi. Molla me shërbet, mirë, po tash i kishëm një monstrum, ish që ndëgjum, a thua Andrish e ti. Një hit i madhë, kështu një kongë e bukur, po që u shëndrun hit. Edhe atëherë vjen të dua sa Kosovën. Të dua sa Kosovën, ma ne i myti këtu. Po thëmë figurativisht. Pas hiti. Po, duhet se për ndryshe nuk shumë mujt me egzistu. Unë e mbaj mend si i ri atërë që nuk kishte në fakt familja apo të ri që nuk e kishte albumin e juaj në kaset. Po. Dhe që nuk u dëgjoj këtë gjitha ndej. Po. Dhe gjitha këto këngë që po i përmeni. Por ajo çfarë më intereson të di cila është kënga parë që keni regjistruar. E mban mend apo jo? Nuk e maj, shumë më të... Çfarë viti ka qenë? Ka qenë vitit fillimit të 10-ta. Fillimit të 10-ta. Nuk e mban mend? Nuk e maj mend. Jo, mos për ngatroj. Qartë. Mos për ngatroj. Dhe fillimi i të 10-ta ka qenë dhe fillimi i karrierës me Minatorin.
ditëlindja, qiellë setohet, ka qenë me fatëndrimi minator. Minator. Aha. Edhe Fatëndrimi minator. minator. Ajo është kënga e parë. Kënga e parë është. E keni regjistruar në Radio Prishtinë? Po, është shumë incizim i bukur. Po, e para është. E para është e ajo. para, po. Viti s'të kujtohet. Për zotin, fillimit të 80-tave. 80-tave. Mirë për tash, ku është pojenta e kësaj? E përmena në kontekst të asaj që thash ma përpara, dhe cenzura. Atëherë ka qenë një rregull, mos me thonë ligj, për me incizu dy kongë, njëna kongë duhet me qenë revolucionare. Do të thotë me titullin për para në fitore, titull revolucioni, kështu që ka po dion. Mirë po, na nuk kemi dosh mu bu patriota me atë punë, po me gjithë thatë, kësha probleme edhe në familje më që une me kënu, rock'n'roll me kënu, për revolucionin, përse kërkan komunist shpes e kisha. Ase kisha pas kur. Atëherë, që ka ndodhi, e morëm e bona tekstin me fatëndrimi minator. Aje ishtë tekst social në senë. Edhe kishtë vargjet mira, armëria është e jone, që ka po dhjune, kështu. Okej, ka përse e tekst, po ju, edhe tekst nuk e konsiderishën tekst revolucionar. Duket edhe nga revolucioni. Atëherë thanë, duhet thanë, unë e thash, çka keni kundër minatorit, çka keni kundër minatorve. Janë krenaria jonë, janë gjithë shka që kemi, janë magja jonë. Jo, po duhet revolucion. Po thashëre 100.000 dinarë në rëkshërë, 1.000 dinarë, 100.000. Thashëre kërë keni minatori Alija Sirutanović. Ja kanë qitë portretin pare, në apojën pare, thashë jo, e ma dhe i ka përse. Dhe mo, kur kongë revolucionarës në kanë thome. Atyrë të kanë. Blot kanë. Dhe në fakt natyrisht që minatorin ty shumë duat të dëgjojnë duke folur, por që këngët i dëgjojnë shumë a shumë se sa që kanë qef të dëgjojnë të folur. Ta ndjekin pjesën e dytë dhe materialeve, janë edhe 3 këngë të tjera të cilat janë hite natyrisht. Ato si që i përmendet nga fillimi dhe në fund të gjitha se cila është më mirë se tjetra. Ti ndjekim edhe pjesën e dytë dhe pastaj do kthehemi prapë në studio. Që ndërtojnë murë I lodhur jam me këshillat e tatit Edhe nga pushteti proletariatit I lodhur jam me traumat rinis Edhe me ata që rrahin, vrasin, shojnë e gojën e kanë plot demokraci I lodhur jam nga dashuria Nga teket e saj dhe nga histeria Besime mua që bën këtë natë Diçka në pyt po më ngut fat Më rijet një terë e më rijet të shajnë Dhe kënga ime më bëhet Për një shëndi që ndodhi në një vend Si një ide ku shkojnë parlament bashkë me gjallën Dhe si me mua që bën këtë natë Diçka në pyt po më ngull fat Më bie një terë e më rijet të shaj Dhe kënga ime më bëhet Për narkomani Për balet edhe pornografi Edhe në dashi për
qetë më lirike një herë në ndërmarrje e vetë më shpejt. Në ndër të posh vallëzoj mbi trupin tim. Duart i gjatë e ti më ik në sirë. O shpirti pikëlli ma më ngjin, a më dëgjon. Mali për ty të qetë më ike një herë në ndërmarrje. Kot provaj të besoj se unë nuk të kam, se unë ty nuk të shoh. Nuk më shkon as një vit, as një orë, as një qas, pa menduar për ty. O shpirti pikëlli ma më ngjin, a më dëgjon. Mali për ty të qetë më lirike një herë në ndërmarrje. Kot provaj të besoj se unë nuk të kam, se ty nuk të shoh. Nuk më shkon as një vit, as një orë, as një qas, pa menduar për ty. Shok dhe shoqe, babai im është punëtor, i martuar ka 7 fëmijë. Banojmë në shtëpi të vogël, atje larg në periferi. Për herë kokullur ai ec, ku zvonojt jo nuk ngec. Dalla vet nuk i don, jetën në sy e shikon, jetën në sy e shikon. Baba im është punëtor, punon në ditë nga 7 orë, shkon dhe vjen me bicikletë. Baba im është punëtor, punon në ditë nga 7 orë, shkon dhe vjen me bicikletë.
zonë rilindjen flet për vet. Një fotos i Marksit i varur në mur, babajn e pyet a u lohet burr. Dhe kështu u ban shumë vjet, hajri me te e ka një muhabet. Hajri me te e ka një muhabet. Baba im është punëtor, punën e din nga 7 orë, shkon dhe vjen me biciklet. Baba im është punëtor, punën e din nga 7 orë, shkon dhe vjen me biciklet. Lexon rilindjen flet për flet. Baba im është punëtor, punën e din nga 7 orë, shkon dhe vjen me biciklet. Baba im është punëtor, punën e din nga 7 orë, shkon dhe vjen me biciklet. Lexon rilindjen flet për flet. Atëherë jemi rikthyer kështu pasi pam pjesën e dytë të këngëve të cilat i kishte realizuar Minatorit në të njëjtën kohë, në fakt me këngët të cilat jo më kot nuk din se cilën ta përzgjedh dhe në fakt ishin tekste të jashtëzakonshme. I shkruanit bashk me Mufën, sepse Mufael Limani është një nga njerëzit të cilët keni bashkëpunuar gjatë tërë kohës me Minatorin, dhe është gitarist i grupit. Dhe kemi kolegë punës e kemi pastu. Punës, po edhe të muzikës, po në esencë na jeni në jetën e përditshme mesht afërt. Miku më i afërt jemi, më. Kështu që na gjithçka kemi bërë bashkë. Na jemi muzikë bashkë, në edhe punë muzikën, bashkë, edhe tekstin bashkë, edhe muzikën bashkë, edhe atë kreaturën e filozofisë të muzikës edhe të albumit, projektit pasus, bashkë kemi bërë. Kështu që kemi funksionu edhe funksionojnë mirë me ta shumë. Shumë funksionojnë, a e dina kryt që funksionojnë një njëri tjetër. E vërtet. Dhe më intereson të di, në fakt, ju keni pas shumë koncerte në atë kohë dhe e mbani mend se cila ka qenë, se ka pas natyrisht një ndjekje të jashtëzakonshme Minator kur ka dalur në skenë dhe një shpërthim i jashtëzakonshëm i publikut. Dhe cila ishte ajo më e zjarrta që keni përjetuar ndonjëherë në Prishtinë, por jo vetëm, edhe jashtë Prishtinës. Na kemi pas përndir të 7 vjetorit, më duket të gjimnazit, ish i Lollarivar, tash Sami Frash, dhe Ubo. Dhe tash na kena majt në halën universale, e kena majt një koncert bashkë me Shotën. Ansamblin shtetënor të këngëve ballëve Shota. Edhe na shumë, më duket ka qenë ditë e premte nëse. Edhe të martën në inqizoj ke konga mjane. Ne këshëm ushtru, atëherë live, gjithë shka dhe, sot i bojmë, krejt live. Edhe dikur, fitëm mufës, tash mufës, tash e kënojna mjane, atë i gjujna në zjerë, qëtu, i gjujna një gaz lëtjet. Për herë të parë i këndëjshë. Për herë pa inqizu, hala. Po e lancëshit dikur në publik. Po, na. Edhe, e kemi kënu mjanën, adim publiku kënë delirium. Janë 6 hera, 7 hera, nuk mëjtëm mu jek për i bines, atëherë, të martën e kemi inqizu kongën, mande u shku në radio, me një herë e kongë dhe në qytet s'kemi mujtë me dalë. Atëherë mo kishë ndodhë, ndodhë ke në këtë studio këtu, edhe ka 3-4 inqizime, 5 inqizime në ditë, për emisionit ndryshme i mojë. Si që ndodhë dhe tani, tani kështu ndodhë, se jemi të vëgjëm në studio kështu që ndodhë dhe tani. Edhe ka qenë, dhe më thonë, një për i koncerteve, ka qenë
5-6-7-8.000 njerëz, edhe mandej ka qenë koncerti i 5 qershorit të vitit 1990. Masi ishtë dalë, ishtë popularizu shumë albumi Të dua sa Kosovën, atër fabrika kasetave organizaj, dhe më thonë, merë të pënë, një koncert hallën universale. Më shalla universale, plët, patëm do musafere. Në Pallatin e Rinisë? Po, Pallatin e Rinisë, halla e madhe, aty një 5-7-8.000 njerëz. Njërë, po fatkeqësisht, e krytëm në një pjesë punës, po merë policia, në ndali, në kështu, dhe ishtë një paralajmërim që nuk ishtë puna mirë, deri me 5 korre kur më mbyllet. Edhe aje ka qenë një koncert shumë i mirë që nuk e harroj kur. E këto tjera t'jen kanë mbram jetë ndryshme, koncerte, njerëz që kanë dashte, brusësh jada, absolvent jada, çka po diun. A mandej kulmoj me koncert kuadër të javës kulturës kosovare, Kosovës, në Shqipëri, në Tiranë, ku na ishëm kish ekspozitat ndryshme, muzikë popullore, shfaqje teatrale, kështu, do të thonë prezantimi, mirë po, me 2 korrek u mbyll ka ajo, edhe na në shesh e mbyll shumë atë event një javë, atë manifestim, edhe aty radio televizioni shqiptare ka transmetu drejt për drejt. Dhe këtë duhet të ndaloj, sepse do ta shohim këtë material, se është një material jashtëzakonshëm, një pjesë që kam shkëputur për disa këngëve, të cilat shihen qartë që gjithë Shqipëria këndon të me ju. Deri në gjysmë koncertin nuk kum guxu me animu me publikun. Po në sens e parë që ata i kënaqshin këngë. Edhe ato Kosova Republikë inshallah ke gjithë. Ta shohim pjesë tjera dhe në fakt nga ky koncert të cilin e kishit realizuar në vitin 1990, ishte 93. 2 korrekt 1990. Ta ndjekim materialin e tretë i cili ka të bëjë me këtë event e cila ishte organizuar në sheshin Skënderbej, me sa duket ishte, apo? Në sheshin e universitetit. Skënderbej nuk jep ke mundësi shumë, ai është shumë ai gjon. Ato kanë qenë veç po si e më bërë shikuesit, kanë qenë dikun bazë dhonave të policisë 50.000 njerëz. 50.000 njerëz. Ta ndjekim. Mihane, a? Ai keni pa ju Mihane, që edhe djelit jam rane, kur më bjene ajo ndërmend, nuk më zihet vend i vend. Veni saj është si Selvi, vesh mi pa, kur het rrugës si atë ki. Mihane loshka jem, Vitit Mihane me pash me kule, në kok e kishte shamin me lule. Sa e thrash, i thash po mduke, të kisha majt vesh me kore të bukës. Me na i ndresh punti, thash edhe fatës, i kishe thonë, ik me qysha njotës. Mihane, pash jetën tane shërëm dhe njëre, unë kale, unë tere, unë kale, bone si krone gjë. Do t'i
Ditë të bukura për ne, ditë të bukura, të mbushura hare. Dhe nuk ka askush që më ndal, shtrigat e natës dreqi me vesh, se të dua, se unë të dua ty. E ti se jeti ku në undër e më shehur, më kërkon në vetmi në netët pa fund. Nisu e lagur nga shiu, nisu nga dal me fytyrë të qeshur, ka diell që shëndrit për ne. Ndoshta gaboj, ndoshta fare nuk e, por e ndjej se afrohesh, dëgjoj hapat e tu, që më thonë se së shpeti do të jesh këtu. E di se do të vi të shoh, e di se do të vish, e di se do të shoh, e di se do të vish, e di se do të shoh, e di se do të vish, me një ngjyra ma të bukura vetëm për ne. Ditë të bukura për ne, ditë të bukura të mbushura hare. Dhe nuk ka askush që më ndal, shtrigat e natës dreqi me vesh, se të dua, se unë të dua ty. Ndoshta gaboj, ndoshta fare nuk e, por e ndjej se afrohesh, dëgjoj hapat e tu, që më thonë se së shpeti do të jesh këtu. E di se do të vish, e di se do të shoh, e di se do të vish, e di se do të shoh, e di se do të vish, me një ngjyra ma të bukura vetëm për ne. Mysafir të nderuar, dëshiroj t'ju pyes diçka para se të këndoj një këngë dashurie, mirë për pak a shumë provokative e shpresoj për ju. A ka ndodhur që ndonjëherë dikush të ju thot, ti e bukuroshim, ti e lepuroshim? E s'di ndonjëri nga ju a ka pas ndonjëherë rast t'i thot, e dashura, ti e... është nga pak si Dostojevski, e më shumë si Minatori, idioti im.
kisha një herë unë vajzë dhe jo më t'ishte mua. Sa herë që për qapoja ajo më thoshte ty të dua. Më kujtohet kur shëtisnim rrugve në Prishtin, e kishte zakon të më thoshte idioti im. Ti idioti im, ti idioti im, ti idioti im, ti idioti im. Si kut më kishte thënë, dorën në zjarë ta vëja, edhe atun do ta bëja, atë shumë që i besoja. Por një ditun atë pash me tjetrin në vetur, unë mbeta goj hapur, zemra mu vëgur. Ti idiotim, ti idiotim, ti idiotim, ti idiotim. Shikimi saj djallëzor, i ngjyrosur ishte me trillim. Oh, tjetrit ajo tash i thot, ti idiotim. Kisha një herë unë i vajzë dhe jo me kishte mua. Sa herë që për qapoja ajo më thoshte ty të dua. Më kujtohet kur shëtisnim rrugve në Prishtin, e kishte zakon të më thoshte idioti im. Ti idioti im. Tani do të këndoni ju pakës. Ti Shikimi saj djallëzor, i ngjyrosur ishte me trillim. Oh, tjetrit ajo tash i thot, ti se e dua dhe në shpirtin mbaj, më zua të jem idioti saj. Idioti saj. Faleminderit. Jam shumë i lumtur që jam në mesin tuaj, që ta përjetoj një publik kaq temperament si qeni ju, që asnjëherë më parë nuk na lejuan ta përjetojmë. Sonte Tirana dhe Prishtina janë bashkë. Më vije keq që kjo nuk ndodhi më parë. E për këtë, si shta dhe melodia e më parve, mua më vije të qaj, më vije të shaj. Mësafirë të ndërrua shpresoj se viteve të ardhshme vlerat kulturore tonat nuk do të paraqiten mirë separate. Mirë po, kështu sikur sonte, ky rock koncerti i sontëm, në mënyrë kolektive të përbashkëta, gjë që për këtë i falenderoj shumë edhe talentet të ri dhe rock grupet nga Tirana. Që vërtet paraqesin një potencial të madh kreativ. Ju falenderoj. Vlada Mopici, i dimi raketit. Kjo këngë duhet ishte një këngë dashurie e cilën e shtrova ditën kur shkove ti. Kur mbaroi tregimi sa po duhet të niste, ishte një komedi. I rash grush tavolinës dola jashtë, në një natë të tohet me shi. Këmbët më qanin në përskutat e Prishtinës, atje ku ishim ne të dy. Ku ishim ne të dy. Shumë mirë bë që shkove ti, shumë mirë bë që i ke ti.
Zoti e di çka është më mirë për ne të dy. Shumë mirë u bë që shkove ti, shumë mirë u bë që ike ti. Zoti e di çka është më mirë për ne të dy. Do shta jam ende fëmi që amron anien e vet. Dhe çdo ditë rres të ri dikush dhe të ma thot se nuk ka det. Të ma thot se nuk ka det. Shumë mirë u bë që shkove ti, shumë mirë u bë që ike ti. Zoti e di çka është më mirë për ne të dy. Shumë mirë u bë që shkove ti, shumë mirë u bë që ike ti. Zoti e di çka është më mirë për ne të dy. Shumë mirë u bë që shkove ti, shumë mirë u bë që ike ti. Zoti e di çka është më mirë për ne të dy. Faleminderit. Ishte kjo melodia. Shumë mirë u bë që shkove ti nga albumi i fundit. Të nderuar shikues, jemi rikthyer kështu pasi pam atë që biseduam më herët. Këtë koncertin që kishit mbajtur në Tiranë dhe pam një interesim të jashtëzakonshëm të njerëzve për ta ndjekur këtë koncert. Dhe e dini që minatori ishte ndjekur edhe në Shqipëri në atë kohë apo jo? Jo, nuk e kemi ditë na, dhe ajo është një histori në veti. Se edhe unë dhe Zoti Limani, ju thash ati një mirë taka, bashkë i bojmë këngë, tekstet, mirëm e vesh, jem kreaturën e koncertit, albumit e bojmë bashkë edhe. Mirë po, e kishëm një problem madhë, veçantë jënë si këngëtar. Edhe tash, që në thejshin njerëz e radio televizionin shqiptar, ku jeni grupi maj famshëm, gjithë shka dime, kur gjë nuk dim për juve. Edhe tash qysh mi ju drejtu publikut. E këshëm qasht afërt, po bashkë nuk ishëm. E këshëm qasht afërt, po qasht largë ishëm. Me ju drejtu vëllezër dhe motra mu dëke shumë socrealiste dhe banale. Me ju du zonja dhe zotëri, me ju thonë musafer, dy qysh dilke palidhe, po. Edhe tash, na i këshëm, ka qenë Sandër Gjoka, i kemi pasi para grupe Francesc Radi, nëse po ga bëj kërkoj fali, po ka qenë Francesc Radi edhe do me fish huke qa po di. Tash, qysh mi u drejtu, nisha këngëtar. Mu pa po dhe të nëzë, vallaj, ajtë thëj diçka, ku dilësha aty, po. Edhe ti në këto bisedat me publikun, një këgja i këndë, se kam pa publikun. O, vish për mu qelësin nuk e kishane. Qelësin, vish me qelë një erdire, atëherë tani nuk ishtë problema e punë. Qëtë edhe po e sheni. Edhe tash që shishjova kulturës, ndjerin, e kemi pas Mik edhe jam krenar që më ka ra me najtë, shpesh me të, shumë me të, poetin matë tonin, Lali Podrimja. E tash na i kemi thonën, për respektit e për i kështu, kështë i farë, një anekdot që i bjen, i kena thonë Mijali gjithë. Thash Mijali bre, thash i morën vesh, thash me dvet diçka, thash jam siklet, thash me i binën, thash qysh me ju drejtu bre, a që ki fjale, lafe, ama një varë këtonin, a gjoma, vëllezër e motra nuk bën, mesafir nuk bën, si jeni nuk bën, Zoti koft me ty.
Nejse, okej, zoti me mu, ati ko shumë falë, po. A juve ju tha, zoti kovë në ty Po, me juve? aj, me gjallë, tha, zoti kovë në ty. Në më gje vetë. Po, e vinë, bën qatë dush, pina jote, jo qëtë. Atëhere, gjithmonë mu fa personazh, gjithë respektin, po, thash të mëna diçka. Thash, po shkojna, thash pa konferencë, pa hapje, veç po shkojna me më 10 shaj, kongë. Tha fantazi. Edhe ju ka kazu, mu faja kemi nisë më 10 qaj, e si rrugës, pa një lek në gjep, kërkoj një vend të më bëhet jep, dhe më kujtohet një melodi që thot do të jetë më mirë, do të bëhet më mirë, edhe që konga tingloj te për bukur, te për mirë. Po, edhe unë nalë muzika. Ta u stepen edhe unë stepa. Thash, kisha dash, thash, shumë të me qenë kjo koncert, thash shumë a heret. Kisha dash në qenë bashkë, shumë a heret më ndodhë. Po pse nuk ndodhi, thash që shta dhe vetë konga, për këtë mua më vijet qaj dhe më vijet të shaj. Herat tjera, koncertet kanë me qenë jo në mirë separate, po kanë me qenë të përbashta, sigur që është koncerti i sëntëm, se kisha marrë dhe do rokerat të atërshit, që ishë fillimi tyne, të Shqipnis atë në kërë, edhe ajo mandej, aty ke kalë publiku, edhe mos, aty hece shimi. Në kuadrë, në fakt, një 45 vjet karjerë. Veç mësara, kjo është rock koncerti i parë në Tiranë. Kjo është i pari. I pari, najherë që dikush ka bo. Jo, i unë, po se po, edhe kështu. Po, i pari që kishit bërë. Dhe ata, në fakt, me rockun nuk ishin të mishru mas shumë. Po sa, në kohën kur ju bënit muzikë, në vitet e 80-ta, në fakt, kishte një ekspanzion të grupeve, rock grupeve në atë kohë. Po. Dhe ju ishi pa dyshim dërmat më dhejtë në atë kohë. Dhe ishte pëlqyer si muzikë dhe po bënim, në fakt, po shkënim hapave të modernizimit të muzikës që e kishim deri atëra, po si mund ta vlerësojmë? Po, unë kam qef me thonën, e ka ndodhë, o që ashtu, rock'n'rolli është në 3 faza, mundet me ka. Ajo është, faza e parë është, ajo faza e interpretimit këngëve të huaja. Reprodukimit, dhe më thonë, e ke ndëgju një këngë italisht për shembull Sanremo, ka qenë, u përkthy kënga në Shqip edhe u këndu u incizu më njerë. Fazën e dytë e kemi atë fazën e ripërpunimit. Dhe më thonë, e kemi përpunimin e këngëve popullore, po të shëndrume në rock'n'roll, dhe më thonë, pet rock'n'rollit, vend qëtelis është gitara, në vend harmonikës, në klaviatura, dhe kështu, vend defit, këtu panit jënë bubnjat e këtu. Dhe më thonë që është një periud po ashtu e ndryshme, edhe faza e tretë, edhe që është faza më e mirë, më kreative, që shumë kush, po dhe unë e menoj që ashtu faza e art e rock'n'rollit, ajo faza kreative, rock'n'rollit kreativ, se atëhere veç shpërthynë në rockerat, bëshin këngë të mirat, këngë të bukura, edhe e pranun rock'n'rollin si folklor internacional. Problemi madje ka qenë edhe të rinia jonë, që ka qenë shumë urbane, po ashtu edhe rockerat shumë të mirë, ku kemi bo njerëzit që me unë dëgju e njëjta muzikë, si në Prishtinë, si në Londër, si në New York, si në Tokyo, si në Stockholm, dhe më thonën që për fatkeq sot nuk është ajo. Rinia jonë nuk e ndëgjën të njëjtën muzikë që ndëgjohet në metropola botnor, edhe kështu që e morën si formë të shprehjes, morën si mënyrë të mendimit, e morën rock'n'rollin si folklor internacional edhe si kulturë urbane. Edhe ajo ka qenë mirë, po na kemi shtyp me fanatizëm, edhe në 90-at ku kemi koncerte spektakulare, fatkeqësisht ka qenë koha e okupimit edhe masave të dhunshme, do më thonë kemi bu muzikë në për fshatna. Nështë ka qenë në këta të keqe, edhe fati jo, se kemi përjetu edhe viset rurale, që kisha qenë me thonë për intervista, e kemi shu rock'n'rollin deri aty ku edhe autobusi nuk u shku. Kemi përlepnis, Rogoqis, Hogosht, Lashtis, Koretin, Zhegër, Slatin,
Komaran, Drenas, Në cilën skaj Kosovës? Këtë fshat në atë mëndshëm, vëshëm. Edhe kemi edhe publik fenomenal, edukum, kry, rini urbane, me ditë me të drejtu, me mujtë me animu mirë me ata, të parush. Krahas karrierës suaj në muzikë natyrisht një kohë gjatë, në fakt një kohë gjatë, por deri tashmë, deri në pensionim, ke qenë edhe pjesë e Radio Televizionit Kosovës. Po, me knaqësi. Dhe me mufën, natyrisht, përveç që keni do gjithë karrierën e tuaj në muzikë, keni qenë edhe kolegë. Do ta shohim një material se çfarë thonë ata për ty, dhe pastaj do të kthehemi prapë ta diskutojmë. Pas na shkelminën. Ta shohim dhe pastaj do të kthehemi prapë në studio. Naseri ndihim se një kohë shumë gjatë, domethënë kemi qenë shumë të ri për fillimit viteve 80-tash atëherë. Edhe na ka rënë përjetu pothuajse gjithçka. Dhe kemi dashur muzikën, kemi dashur rock'n'rollin, kemi menuar dhe kemi besuar që është një farë forme e artit, kështu tamam të mirë felt, jo vetëm si arktim e si entertainment që thojnë sot. Edhe qashtu e kemi perceptu, qashtu e kemi përjetu, edhe imi mundu me bo kongë në natë frim, natyrisht që nuk kemi darë veç me filozofu diçka, po kemi bo dhe kongë që kanë qenë thjesht, dhe me thonë pak provokative, pak me lloj ironie, me një farë humori. Po ashtu kemi bo dhe kongë të protestës, kongë të angazhume, ma politike, ma qa po di me kohë që kemi jetu viteve 80, viteve 90, po edhe mas luftës. Me Naserin kemi punu mirë. Naseri si tip është, unë natyrisht jam subjektiv, sepse është shoku jam, është tip interesant, ka një sens të humorit veçantë, është ka pak Drenicak, ka pak i Prishtinës, edhe një kombinim shumë interesant edhe me sens të humorit të jashtëzakonshëm. Unë nuk njoh një njeri tjetër në që ka sens të humorit çfarë ka Naseri, që ka aftësi me u përshtat bashkëbiseduesit, edhe me shndru gjithçka edhe në humor. Kjo vretën të kongë tona kërë kemi punu, që dhe kongë që kanë qenë realisht bajke depresive kështu me përmbajtje, na kemi ditë bashkë me Naserin, me këthy edhe në lloj humori, me ironi, me paradizu, dhe satire, tjera. Që kjo është, me Naserin në mirë me punu, është bashkëpunëtor i mirë, është, edhe din me tregu çka po don, edhe din me dëgju, din me marë mendimin e tjetrit, me marë vlerësimin e tjetrit, dhe prandaj na kemi punu bashkë, realisht 4 dekada, 4 dekada kemi punu bashkë, dhe nuk kemi pas kur një problem personal ose diçka në kuptimin kreativ, sepse qëllimi ka qenë gjithmonë puna, ka qenë konga e mirë, ka qenë teksti i mirë, ka qenë kompozimi i mirë, edhe cilësia sa më e mirë, nuk kemi pas asnjë konflikt personaliteti me Naserin kur, nuk e maj mend. Kemi punuar bashkë, ai është një person shumë spirituoz, është shumë i këndshëm edhe ka do të thotë një talent të veçantë, sidomos në fushën artistike. Ne kemi bërë disa dokumentar dhe ai ka kallëzuar një talent shumë të veçantë, do të thotë edhe në aspektin e fushës kinematografike, do të thotë në zhanrin e dokumentarit. Pikërisht në atë kohë Minatori ka shënuar një epokë, do të thotë kalon shumë gjurmë për shkak të muzikës së tyre, për shkak të lidhjes së tyre shumë të ngushtë me ngjarjet e atëhershme, me Kosovën. Do të ata kanë fraza shumë të fuqishme në tekstet e tyre, po ashtu edhe muzika është shumë e përzgjedhur, ka domethënë një fardoj autenticiteti të Kosovës. Kom përshtypjet më të mira, ndoshta kujtimet më të mira në jetë, ku kemi bën një punë me shumë kënaqësi, nuk e kena marrë si punë, ka qenë edhe një ushqim shpirtëror, ta them. Kemi kalu çaste shumë të mira. Do të eksperiencë e jashtëzakonshme me një humor shumë të mirëfillt, unë e quaj humori i Gjinovcit, se as nuk e rondon kërkënd, e ka një humor të lehtë, të mirë,
Besa shumicës për i rrethit të vynë kogja mu koncentru, ka i herë edhe me kuptu atë humorin e Gjinovcit. Une gjdo tekst, do të jo ndër vetmit grupe, une i shoh gjdo tekst i Minatorit, ku ka pas dorë Mufa e Gjinovci, do të une shoh një skenar në veti, do të është një protest për çdo fenomen që e kam pas, më ispari se periudat, vetë roku është e ka atë anën e vetë, po çdo tekst ka mesazhin e vetë. Si do duk? Si kishe pritur, Mufa, i Lazi dhe Mumini. I Lazi, po, i ke marrë njës kompetent duhun, se ne kemi bo dhe një cikël të emisioneve, ne jemi ka në këtë kvartet, Shqipëria si pas Gjinovcit, edhe i kemi bo disa emisione, një 4 për mduket, emisione edhe... Shqipëria përmes Gjinovcit, ishte këtë? Shqipëria si pas Gjinovcit. Edhe që tha mama, se na e thirëm, unë e thiri, la ma mua Gjashari, dhe ka marrë një shpërblim kënë në Francë, dhe i ka thënë, ma mua Gjashari. Për Muminin. Për Muminin, po. Ma mua Gjashari, edhe i Lazi, Don Faci, ose që nështë i njoftën, me Mufën, kë 4 kemi kalu në mënyrë fantastike. Po edhe Mumini që e tha, për një me nuk ajo ka punë shumë e ronë, po nuk e kemi pas i punë. Se aty ka qenë humorin në kulminacion. Ka ndodhi me që herët mëngjes, aty është në 4 road, on the road, në rrugës, tash nga ka ndodhi 7 orë, 8 orë kemi ullëtu, se u duhtëm për shumë pejt të pelenës me shku një vend tjetër, pej aty këtu, edhe ma dhe unë me i bo ato stand-upet. Po, me i bo stand-upet kështu, më ka ndodhë për shumë në Kruj, kër jemi shku. Po? Kër jemi shku në Kruj, s'na ka ra me flajt, se edhe Mumini, edhe faqet tepër punëtor, e Mumini, ku shkëshëm në restoran, darkë me marrë, se në herë mërshëm darkën në dhomë të hotelit. Se nuk më ishëm pa humore, pa fole, pa nejtë, pa, ama mama gjithmonë i shtike kasetat. A në vëshë majgare, mama i shtine bukët, ajo, me të ardhë, i shtike kasetat, baterijat e kamerës, edhe mande e bëjke palimin e materialit. Kështu që gjithmonë shkëshëm edhe me punë. Kur vike puna, në një mënyrë gjithë me gachme, po prapë duke shumë punë. Mumini edhe faqim. Më pune për shtypje Mufa tha, nësër është gjysë Drenisak, gjysë Urban, gjysë të Prishtinali. Dhe në fakt dorën në zemër, në të gjitha koncert, në të gjitha mbrëmjet që i mbanit, përveç këngëve që i keni të mrekullueshme, të jashtëzakonshme, i hi edhe ato batutat e shkurta, të cilat i dëgjojmë ko pas kohë në për këto neja, të cilat por edhe me ne që kemi mësuar. Po, duhet me pasën, se nuk mundesh me e lujt rolin e CD playerit aty. E vërtet. A dhe në kështu, po mirë, po duhesh me pas do batuta, do senqe. Po dhe të Shqipëria si pas Gjinovcit, ato narracionit cilat i këmbo, ato gjithmonë nuk kanë qenën në atë aspektin dhe me thonën të një gujdi logikës, gujdi turistik. Po për shembull, çfarë asociacioni po nëzgjon ky vend, çështu dhe mande ju bo. Po edhe në koncert, domethënë, është një batutë, është një konferencë, që thojmë na çka po përjeton në çat momenti, kështu dhe duhet. Pra po them nuk duhet me e lut rolin e CD playerit, po duhet me kon pak një. Pas jemi këtu, nuk do të largohemi nga RTK-ja dhe ta shohim një material ku ceremoninë e pensionimit, se së fundi jeni pensionuar dhe ta shohim se disa prej fjalimeve të menaxhmentit tani shumë i cili është dhe të shohim sepse keni edhe zyrën aty ku keni punuar bashkë, në zyrën ligjore bashkë. Ti shohim këtë material pastaj prapë kthehemi në studio. Ceremonia e pensionimit të Naser Gjinovcit, vokalistit të rock grupit të njohur Minatori, u bën në ambientet e Radio Televizionit Kosovës, aty ku shërbeu rreth 2 dekada. Ceremonia veç me falenderu për kontributin e detallshëm atë, për kolegialitetin, korektësinë, shoqërinë, çdo moment që ne kemi gjatë të kësaj kohe. Dikosisht falenderojmë për të RTK-s për kontributin që ka maskuar muzikën kosovare. Aty si qytetari në finalit, uroj shëndet, ashtu si që shëndet. RTK-ja do të më mburë çdo herë
me personalitetet që i kanë dhënë shenja historike, edhe kombëtare, po edhe kulturore. Po këto kulturore t'vinë të kombëtare e bashkë. Edhe unë jam shumë i gëzuar që kam taku këtu brenda në rrethët. Përpos fushës të muzikës për jashtë, edhe jam jashtëzakonisht i kënaqur që jemi me këtë elan edhe sot, edhe me familjen, me gjithë shëndosh, edhe të uroj tona të mirat e botës, edhe mos të nalë zamin kurrë. A i shprehu kënaqësinë që ishte pjesë e stafit të RTK-s dhe që ishte në gjendje të ndihmonte institucionin. Mas pari që shëdërani të tyne të kolegëve ku më bashkëpunu në një mënyrë ose tjetër, posaçërisht me zyret ligjore që kemi arrit të ato punë, të ato procese gjyqtore, po gjithmonë kemi ditë me shëndru ka pak edhe me nashti. Jo është ardh, jo është mujfatjet, sentimentet në mërëndshëm me mirë pa jo po ndjeni edhe përgjithësisht, edhe sa di unë kur nuk më gjiro llogaria. Do me thoni me kanën kështu pavarësisht situatave që çfarëve që i kemi pas, Shqiprimin zonën, edhe fisin, rilindin e kritat, dostat e miqt, e falenderoj edhe prap po du me thonë diçka. Unë e më pitashën dhe dhjem pjesë e të këtë. Dhe Radio Televizioni Kosovës gjithmonë ka me kamrana me, gjithmonë ka me ka pjesë e janë. Kështu që ajo hija janë, edhe në cilësinë që ju e përmendet, dhe më thonë me minatorin, po edhe si fotori që i faleminderit kredi pafundësisht. Deri më tani, ai ishte menaxheri i zyrës ligjore në RTK dhe mbrojti institucionin në shumë raste ligjore e kontestuese. Ceremonia e pensionimit ishte modeste në fakt, por që çfarë mban mend gjatë gjithë kësaj pune, cilës shumë pak e din që kemi punuar këtu dhe kemi udhëhequr zyrën ligjore të RTK-s për një kohë të gjatë. Dhe cilat janë përjetimet më të mira që i merr prej këtu? Përjetimet më të mira janë natyrisht kur i kom fitu rastet, ose i kemi fitu rastet me zyrën ligjore, për shkak se ka qenë një punë me përgjegjësi të madhe. Nëse hup rasti, nëse diçka, atëre është përmbaru se ta kish blloku llogarin, atëre ju ishit me pa paga, ishit me pa rroga. Edhe ajo ka qenë kënaqësia jonë më e madhe. Edhe ka njëherë kur i kemi shtyë raste se unë va rasti nga një ardhme e afërt, e sigurt ose e pasigurt, ato kanë qenë momentet më të mira, dhe më thonën, edhe i kemi marrën si krenari, por natyrisht edhe menaxhmenti edhe njerëz e Radio Televizionit të Kosovës janë kanë të lumtur se ne kemi kry me përkushtim edhe i kom fitu rastet, ose i kemi fitu rastet me shumicën e rasteve. Me zyrën ligjore edhe unë në pjesë kohës unë kom shku, thuj se ka ndodhë për 5 seansa një javë i kom pas, edhe që kja në ka bo njerë më të lumtur. Si është jesh mes muzikës dhe juristit, sepse këtu natyrisht ke pas anën ligjore, por mes muzikës dhe juristit, si është? Është shumë mirë, për shkak se dikush mundet mos me besu, po edhe muzika, edhe avokatia, edhe shkenca juridike, jo në atë aspektin teorik, doktrinar, shkencor, po në atë aspektin teorik dhe profesional, jënë profesionet më kreative që di. Edhe profesioni avokatit, profesioni juristit mirë, profesion në esenca kreativ. Se ti e bën një interpretim të norme juridike konform rrethonave tua më të favorshme. Kështu që kanë lidhje, nuk janë ndesh në veti, po i ku marrën si pjesë kompatibile nëse guxojmë u shpreh. A njohin Azergjinovsin qytetar dhe si e njohin? Ta ndjekim një material ku flet për Vox Popat, sepse i ka marrë disa prej njerëzve, të cilët sa e njohin Azergjinovsin minatorin, e ndjekim dhe pastaj kthehemi pranë studio. Azergjinovci. Po, në nivelin më të lartë pozitiv, dhe me thonë, po thomë, për kohën e vetë, e ka thonë vetën, po edhe sot
kanë lanë gjorë në histori edhe nuk mundëm me të hedhëm. Tash është relative, me që ata kanë qenë për të parëve. Edhe bile pas që me ditë që ka vunda Nasser Gjinoci. Edhe së dhe kësaj ditë njerët nuk kanë guxim dhe tërmëri për me përcilë mërsatër që ka përcilë Nasser Gjinoci. Unë në Nasser Gjinoci në njëvis për mes televizioni, asaj musëm një. E di kur the ke kaloj të rejtë dhe ke ajo kina në nekën e Asad. Edhe së dhe kësaj ditën, ai është mesazh për ato. Edhe çdo shqiptar që ka qenë gjendje mi kuptue, çdo gjë, edhe çdo sen, edhe muzika, edhe arti, gjithmonë ku asgjë nuk thuhet rastësisht, po gjithçka mshih prapasojnë një mesazh caktuar. Atë është kundër sistemit atë, çka çdo po domethënë, edhe atëherë, edhe po bile para, po edhe para minatorit, edhe mas minatorit, Zdia ka pas atë do grupe kanë qenë, po ka qenë më i njohur grupi minatori. Nuk besoj që as pasandej, po asë dhe kësaj dite nuk besoj që ka me lindë edhe njëherë një grupë, sidomos rock që kanë qenë, me që mu rockës më qenë me qiftelime sharkisen, po mirë që kë Nasser Gjinoci dhe këngët e tina më kanë shtimi adhuruar rockun e bitin e që kanë qenë atëhere. Dhe më thonë në dheta, arti ka bot vete, arti ka qenë një marsh, u duk që është pasur në brendi, po dhe po që në brendi e ka një zemrim. Një zemrim, kështu që vetëm Nasserit i dëshirojmë jetë gjatë dhe më marë me atë fushë, me fushën e muzikës edhe me Nasseri, mi gjeni aty këtu, ka pa kelmendi, edhe a i bëjke diçka, po kjo ka pas koncept. Në këtë botën artistat kanë bërë revolucione, edhe Zoti Gjinoci në kohën e tina ka bërë revolucion, këngët e tina i kungu me endjet madhe, o konë frymëzim, ka pas edhe kritika nardë me prek ato ku është problemi i shoqërisë, edhe uroj që artistat zgjohen edhe të bojnë diçka nardë për ndryshime pozitive në këtë vendin tonë. Dhe i ndoshëm disa prej njerëzve të cilët të kishim hasur në dhe si të duk. E falenderoj shumë këta njerëz. Kishte për revolucion, ta. Njerëz të vullnetit mirë, edhe pse personalisht më vjen keq që nuk po i njoh, po Nasser Gjinoci minatorë e njohim të gjithë. Kisha pas që me pas një dorën e gjatë, shumë gjatë, edhe për tuhit me i përshëndet. Mja përshëndet. Dhe natyrisht, kjo ishte një angazhim i juani për ta parë dhe për ta vënë në pasqyrim gjithë atë punën e juaj, dhe kjo është ndoshta më pak ta që mund ta kishim bërë ne për ju, sepse keni dhënë shumë në art dhe në kulturë. Por ne, në fakt, nuk do të lëshojmë pa dëgju një refren të një nga këngët e juaj. Në veç edhe diçka, po një nevoj me qitë për i vetit, ajo po ashtu që ka nga ka bët te për të lumëtën, edhe falenderojme edhe personalisht e falenderoj presidenten Vjosa Osmani për vjetë në fund vitit, për dekoratën që nga ka dhuru, personalisht nga ka dhuru, për kontributin në rock'n'roll si përfasus i gjeneratës artë të rock'n'rollit. Edhe ajo një neri madhë, kër presidenca dhe presidentja ta dërzoni kështu, është e paharushme. Në pak seneve ato në RTK që e mora laketën edhe të presidentës i lonë vitrinë. Kur gjë nuk qasë tjetër në vitrinë, qëtu dyja e në veç. Dhe do ta dëgjojmë një refren një këngë, sepse sigurisht shikuesit kanë dëshirë ta shohin Nasser, a i ka lënë zëri apo jo. Edhe pse deri në fund, në fakt, ne kemi parë që keni qenë aktiv deri në fund me këngët dhe me koncertet të ndryshme, por edhe me nejet të ndryshme që keni mbajtur në për lokale. Unë u myt ato, ju më si papagalli. Unë e përmeni, rock'n'roll dhe bre muzike e ronë me kultivu. Rock'n'rolli është shumë muzike shtrejt. Vynë për kushtim, vynë angazhim, vynë pare. Për një koncert, 1000 njerëz vynë një shleper instrumente. Ja këtu po e shohim në një nga lokalet e Prishtinës, lokalet e natës, ku keni mbajtur jo shumë vonë, tashmë dikur, në këto vite keni mbajtur këto. Po.
Dhe i mbani ende këto nejat apo jo? I majna në për klube, ku janë klube paka shumë serioze, ku edhim që publiku i mirë dhe që organizatori është i mirë. Vazhdojnë ende të këndoni? Vazhdojnë, besoj që më rrallë, po besoj që mas statusi tem që... Por që artisti nuk pensionohet kur nëse? Ja, veç është... Veç fuqi e ligjit është, po thonë. Ligjit thot që ashtu, hajtë shkot tu shpia edhe... Ama jo, kemi ku ma shumë edhe... Po e përjetoj shumë mirë. Kjo është të rëndësishme, ta përjetosh sa më mirë. Tepër mirë, pe përjetoj. Edhe Veli Bashort, ja Gjulieta, më dhe ta 6 muj asë mos mena për kur gjë. Iq. Po ta qalali, afru edhe pak. Dhe një refren, do të duhet ta të gjë? Hajde bashkë. Ta të që me publike. U dhe mbarë të qoftë, ndoshta gjenë më mirë, u dhe mbarë të qoftë, tani e lirë, mund të shkosh ku nuk ishe me mua, mund të kesh qfar nuk ishe, mund të bësh qfar do të që të duash, se për mua, ma nuk je. Falenderoj shumë. Nëse falenderoj shumë që ishë mësafiri imi. Falenderoj pa mos që ju përgjigje ftesës për të qenë me mua këtu në një nga emisionet arkivit, të cilën pa dyshim dhe di që je një nga shikuesit e emisionit tim. Po, me gjuhën e argumentit unë e fotografoj ekranin, po, edhe ta që... Një nga shikuesit e mi më të mirë, por që... Sa vjen mirë që jam në arhiv në këtë emision, se unë jam fan i madhe yti atje. Faleminderit shumë. Ato ploteret, edhe Besa, edhe Bimbashi, kur të laj me veshët mirë, Bimbashi, me që fotografi, ko ka vesh mirë, Bimbashi, mëre, gzimi. Po, për gzim Bimbashi ka fjallë. Falenderoj shumë pa mas, dhe të uroj shëndet dhe të gjitha të mira. Falenderit shumë, veç edhe një sen krejt për fund, pa dash me konën patetik, pa dash me konë sentimental, që e kumë përmeni edhe përmeni. Një kontekst, një dimenzion, nuk jam më pjesë e RTK-s. Mirë po, mos harroni se radio e televizioni i Kosovës gjithmonë ka me konë pjesë e imja, gjithmonë ka me konën renda me kur s'ka me mujt me dalë me m'ik. Edhe, për që ata, gjithë paraqitje në radio televizion e Kosovës për mu është një përjet jemi. Të falenderoj, është një motivim për gjithë neve që punojmë këtu, dhe falenderoj shumë, pa mas. Atëherë të nderuar shikues, kështu dal nga dal kemi ardhur deri në fund të emisionit të sotëm të arkivit. Mos harroni, emisionin e arkivit do të mund ta ndiqni përmes faqeve tona në Facebook dhe Instagram Arkivit RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim në javën tjetër.